Fillimisht ideja lini si argëtim. Me qenë si ishe smur, u mora me disa vizatime krejt thjeshta. Mas disa kosh, ajo pastaj u kthye në dëshirë. Edhe si përfundim arrita këtu me këtë projekt që kam përgatitur. Ky është personi që pretendon se ka një projekt mallor për të zgjidhur përfundimisht problemin e përmbytjeve në rajonin e Shkodrës. Është një njeri i zakonshëm, me profesion hidraulik, por që tashmë pretendon se ka një projekt që zgjidh shumë çështje të rëndësishme. Projekti sipas Veksharit ka disa pika të forta. E para është zërimi i ujës Bashallekut, sepse prurjet e Drinit edhe të Kirit në momentet caktuara arrin deri në 8000 metër kub për sekond, kështu që Gryka nuk është në gjendje me përpi, si rezultat mytet Kuçi, Vukatana, Ajasma, Bushati, Beltoja. Pika 2, ndarja e bunës prej Drinit. Shpejtësia e ujit që rrjedh nga liçeni i Shkodrës është rreth 1.5 metër për sekond, ndërsa shpejtësia e Drinit edhe e Kirit shkon deri në 7 metër për sekond. Te fabrika çimendës, ose si i thojnë Alibegi aty, null bllokimi i bunës. Të null bllokimi i bunës, fryhet liçeni edhe mëtet komplet zona e mi Shkodrës, domethënë Livallet, edhe kjo përmbytje shkon deri në Vir Pazar të Jugosllavisë, gjithmonë përgjatë bregut liçenit. Pika 3 e fortë, hapja e një kanali ose nuk e di si mund të quhet, edhe shërben për shkurtimin e bunës diku me 10 kilometër, ndoshta 9, ndoshta 10 e gjys. Pika tjetër e fortë e këtij studimit është veshja me argjinaturë e komplet lumit buna, për që nëse mendohet më bë 31 kilometër, për arsye se gryret anësore nuk do të ekzistojnë më. Shkak i mushjes së shtratit nuk janë gurë që kanë ardhur prej Kirit ose prej Drinit, por grymet anësore e kanë mush shtratin diku me 1.5 metër. Pika 5, edhe si është ndoshta edhe më e forta, është pastrimi i deltës së bunës. Tash se sa duhet më pastru, a 1.5 kilometër, a 2 kilometër, unë ndoshta nuk mund t'ja përgjigje, por që duhet më pastru, për arsye që deti me thith ujin, jo me pengu. Realizimi i projektit, thot Vekshari, zgjat 8 vite dhe shtrihet në 3 faza, ku në përfundim do të përfitohen 20.000 hektar tokë bujqësore, mbi 1 milion metër katror tokë për të ndërtuar. Do të hapen deri në 20.000 vende të reja pune, si dhe do të jepet një hop i madh zhvillimit kryesisht të turizmit në rajonin e Shkodrës. Imagjinoni një njeri tash që niset nga Libia, po bëj një shembull në Libin po marr, ka dalë me familjen e tij me jat, këtu na kena ekspozu këtë turizëm të liçeni, besoj se nuk e lën pa ardh edhe në liçen të Shkodrës. Me pa këtë punë, ty ardh ai lën diçka këtu, edhe fitimet besoj janë kolosale. Shifra që nevojitet për të realizuar këtë projekt është mjaft e madhe, rreth 407 milion euro, por Vekshari është i bindur se përfitimet do të jenë më të shumta dhe të shtrira në kohë për 10 dekada. Ai shpreson që një ditë të shohë nisjen e këtij projekti nga anglisht folës, siç shprehet ai vet. Ndërsa, nëse projekti nuk do të merret në konsiderat, sheh të ardhme jo shumë të mirë për Shkodrën. Shkodra nuk e din se ndoshta mos 10 vjeç me marimin e rrugës Podgoricë, Bari, Ulqin, Velipoj, Shëngjin dhe Lesh do të mesin si xhep. Edhe nëse nuk e bën këtë investim, besoj se edhe ato njerëz turistë që kalojnë rreth 150.000 në vit, ndoshta në Shkodër që blejnë diçka, besoj ata do zhduken, kështu që biznesi do fiket. I bindur në suksesin dhe domosdoshmërinë e këtij projekti, Sulejman Vekshari shprehet se e kanë parë dhe mjaft specialistë të fushës, të cilët e kanë vlerësuar. Ai paraqet vetëm disa skica dhe thotë se projektin e plotë e ka tizëm në një kasafort të sigurt.